çfarë bën babi jot ose çfarë bën edhe ti me iniciativën tënde, që të provosh jetën e vështirë, jetën modeste, do të thonë si shumica e shqiptarëve, apo si, po themi, si bashkëfshatarët e tu nga Shika, nga babina e Tropojsa. Unë i kam shumë inat, nuk i preferoj me pak fjalë njerëzit që bëhen, që dëshirojnë të bëhen shumë modest. Unë nuk e kam mohuar kur, dhe nuk do ta mohoj sa të kem jetën, që jam nga Kuksi, që jam nga Shikaj, një vend Shikaj është një fshat pothuajse i harruar, që jam nip në Tropoj, në Babin, shkoj shpesh, edhe në Kukës, shkoj shpesh patjetër dhe në Tropoj, më ka qelluar rasti që të shkoj goxha shpesh gjithashtu edhe në bjeshkët e Kosovës. A bën punë të rëndomta, bën punë shtëpie, bën punë fizike? Ajo gjë, sa herë që shkojmë në fshat, bëjmë patjetër punë edhe me kazëm, bëjmë patjetër punë edhe me lopat, bëjmë edhe punë me miel lopën, me miel kafshë të tjera, patjetër që kemi bërë edhe punë gjuetie, se në malit të bën fshatit, të detyron të bësh çdo lloj pune, patjetër që kam dalë me kushërinë të mi që jetojnë atje, kam dalë edhe në mal, me dhi, me dele, dhe ndjen me të vërtet, kthesh në atë realitetin tënd, kthesh në atë origjinën, dhe thua që kjo është jeta më e bukur, më e pastër. Me gocat si keni punët? Me gocat i kemi mjaft mirë, sepse pa ato çdo gjë. Qa do më thënë kjo mjaft mirë? Ja, aty do dalë. Pa ato do ishte jeta kot, besoj. Femra është gjëja më e bukur që mund të ekzistojë në këtë univers, të cilin ne duhet ta respektojmë jashtë mase, dhe mendoj që duhet të gjejmë personin e caktuar, femrën e caktuar, i thonë muslimanët inshallah nga Shqipëria, patjetër dhe pse jo nga Kosova. Vajzat e Kosovës janë shumë yje, shumë vajza të mira, shumë të bukura, dhe shumë të ditura. Po gjithashtu kemi dhe vajzat shqiptare që i kemi star kudo në Shqipëri dhe në botë. Që po do të kërkosh shumë për ta gjetur, apo? Nuk e besoj që është aq e vështirë për të gjetur sot një partnere. Kush do e gjen? Mentor, nuk është nëse mund drejtoja mentor. Nuk... Ti vuan kështu, apo... Nuk vuan e janë i fort për këtë punë, ja ta them unë. Nuk vuan e janë i fort për këtë punë. Por asës nuk është që merem. Ja për ne i shkak moshe, më shumë është, po, mund të thua është shkak moshës, diçka, nuk do të fokuson të vetë krejt gjithë fokusin tim tek pjesa e grave. Ma ka lënë mua si profesion. Qartë. Ti do t'i tregosh gjitha, apo vetëm një pjesë? Jo, nuk i tregova gjitha, unë patjetër, vetë kuptohet pastaj. Pa ti ndihesh një person me vetbesim, apo? Unë kam një vetbesim shumë të frikshëm ndaj vetes time. Gjë që shpeshem duket si gabim, dhe jam detyruar që të marr mendime nga persona të shquar, shqiptar, nëse është me të vërtet, po ose jo gabim që unë kem një vetbesim kaq të madh në veten time. Si e ndrojtur fare me vajzat, ose me të rriturit, ose me të shquarit? Nuk jam ndrojtur sepse gjë që... Jo, nuk ka lidhje fama. Ta thash, son në Shqipëri bëhet, kush do bëhet famos, duke nxjerrur një këngë, duke bërë një lajm, duke bërë, ku diun? Një meme. Duke bërë një meme. Son në Shqipëri bëhet shumë i famshëm me një meme. Kemi pafund njerëz që nuk janë persona publik, por nga një meme në TikTok, ato sot janë më të famshëm se ata që me të vërtet kanë punuar për atë moment. Ti edhe njeri dhe me këtë mbyllim, nuk e din, mos ke dhe në angazhim bile që lidhet me praktikimin e fesë. Apo ti e duke agjëruar. Në fakt, unë vi nga një familje muslimane, gjithashtu dhe Rejanis bëhet fjalë. Pa agjeroni të dy, apo? Të dy, dal ka dal,
Dal ka dal Po mbyllet muaj. po mbyllet edhe muaj i Ramazanit. Ishte një muaj mjaft i begat, se me të që është të vërteta, them diçka të bëjmë realist, sa e që flasë për pjesën e fes, mua mikim fjalët. Humbas si njeri dhe thjesht më dalin fjalë të pacaktuara. Dhe po e them thjesht shkurt dhe të flasë Iriani më shumë për këtë pjesë. Unë kam rreth 3 vite që agjeroj, patjetër nuk jam totalisht praktikant, do doja shumë që t'isha praktikant, do doja shumë që të falja 5 vaktet dhe, si që themi në gjuhën tonë, t'isha një 5 vaktës, por patjetër falë çdo të xhuma dhe patjetër namazet e teravis, si që janë edhe në Ramazan. Mbylleni me një përshëndetje në përfundim të muajit Ramazanit edhe ne do kemi rastin të juftoj edhe herë tjera. Patjetër, me kënaqësi. Por, çfarë do të thoje për muajin e Ramazanit edhe për raportin tënd me muajin e fen? Ramazanit. Është një muaj shumë i ndershëm edhe shumë muaj i të prek si një person muajin e Ramazanit, të prek shumë si person edhe të njohësh veten e vet. Me anë të fejes po flasin, nga anë e fejes të prekësh. Është nëse s'ke agjeruar ndonjëherë, mendoj se provoje të agjerosh ndonjëherë. Shumë eksperiencë e bukur të ndihesh edhe për tjerët, për ato që s'kan mundësit si ti. Nga ana e bukës, e jetesës, e gjitha, mendon, rri dhe mendon me vete, por shumë eksperiencë e bukur. Më saktë është një muaj i mëshirës dhe muaj i sakrificës. Për shkak se një musliman i cili mban agjerim rrin Edhe ti po sakrifikon, po takon vajzat deri në orën 6. Në fakt kemi një muaj që i kemi shkëputur paksa këto marrëdhëniet me vajzat, por mbas Ramazanit do të fillojmë binçëm. Kjo është mbyllja më e mirë, unë të uroj suksese për karrierën Faleminderit. kinematografike, për shkollën. Edhe unë do të theja vetëm diçka do të ndërpres për programin. Është një program që është e vërteta, unë nuk i frekuentoj, ose nuk i shoh shpesh programe televizive shqiptare, por ky është një program i cili më ka bërë ta ndjek, sepse të bën të ndjekësh dhe të njohësh më shumë njerëz, të njohësh rinin patjetër, dhe dua të them faleminderit ju, Faleminderit ty që ma pasurove. Të gjithë produksionit tuaj. Faleminderit ty dhe Rejani që ma pasuruat atë imazhin apo veprën që unë po bëj në kërkim të individëve të suksesshëm kudo që janë, shqiptar kudo që janë.